Pas Komisionit për Edukimin dhe Mjetët e Informimit Publik, edhe Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut i hapi rrugë propozimit të deputetit Eduard Ndrejca që 2 marsi beslidhja e Lezhës të jetë festë zyrtare. Deputetët e mazhorancës dhe opozitës në komision kaluan me shumicë votash këtë projekt vendim, i cili duhet paraqitet në kuvend për miratim. Pika 3 është votimi për projektit për disa ndryshime në ligjin numër 7651, datë 21/12/1992 për festat zyrtare e ditët programore të ndryshuar. Është nismëimi, ai ka kaluar të gjitha fazat e diskutimit, ka mbetur në fund vetëm për procesin e votimit, kështu që më që është vetëm për votim, unë kërkoj nga ju që ta kalojmë të parën, pastaj të kalojmë është rasti për 2 marsin beslidhjen e Lezhës, festë zyrtare. Ne kemi propozuar ta bëjmë festë kombëtare. Ky është nisma ime personale, kemi mbet vetëm në Komisioni Medias e ka votuar unanimisht. Unë mendoj ta kalojmë në votim, ta kryejmë, pastaj të kalojmë në procesin e diskutimit. Në parim, koleg nderuar, kush është dakord? Kundër? Abstenim? 1. Ska kundër. Abstenim 1, miratot. Neni 1, pro kundër, abstenim, ska, miratot. Neni 2, pro kundër, abstenim, ska, miratot. Në tërësi, koleg, kush është dakord? Pro kundër, abstenim, ska, miratohet. Faleminderit, nderuar koleg, shumë faleminderit 2 forcave politike për në 2 komisionet, edhe të arsimit, edhe këtu, që e pranuan me konsensus të nisëm. Ishte deputeti socialist i Qarkut të Lezhës Eduard Ndrejca, i cili ka propozuar që 2 marsi 1444, kur u themelua kuvendi beslidhjes së Lezhës, i cili çmohet jetë pika e nisjes së krijimit të shtetit shqiptar, të shpallet ditë feste zyrtare.